Përveç spionazhit për Serbin, Fatmir Sheholli po akuzohet edhe për shantazh. Sipas prokurorisë speciale, viktime e tij doli të jetë Arben Jetullahu, pronar i kompanisë ABC. Akta akuza thot se nga viti 2022 deri në dhjetor të 2025-s, Sheholli mori biznismenit mbi 13.000 euro. Sheholli i pati kërkuar këto para si hua, pasi biznesmeni refuzoi, me njëherë në media shpërthyen lajme që e lidhnin biznesin e tij me grupe kriminale në veri. Kur Jetullahu e kishte pyetur Shehollin se kush shndronte prapa këtyre sulmeve, ai ishte përgjigjur me 2 fjalë. Ti nuk e dasht me mbajt afër mua. Për t'i ndaluar sulmet që po i shkatronin imazhin e familjes e biznesit, Jetullahu detyrua t'i paguante Shehollit nga 1.000 euro në muaj. Këto para ja jepte kinse si pagë për marketing, ndonse ai nuk bënte asnjë ditë punë. Sheholli shantazhin nuk e ndali as nga qelia. Nga burgu i Gjilanit ky shfrytëzoi 2 djemtë e tij për t'i kërkuar përsëri para Jetullahut. Në përgjimet e dhjetorit 2025, dëgjohet Fatmiri tek i udhëzon ata të lidhen me biznesmenin përmes një personi me emrin Lorik. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë këtë të martë ndaj të pandehurit Fatmir Sheholli për 2 vepra penale, spionazh dhe shantazh. Shënjestër.net